Përshëndetje. Si jeni, si po ja kaloni, si u la hana e plot? Mirë mbrëma. Sot do bëj pyetje përgjigje, kështu që do marr pyetjet tuaja. Çfarë do lloj pyetje që të keni të marr? Do mundoj të përgjigjem me sa kam mundësi. Duke qenë se po marrim disa pyetje personale, unë po them një shërbimet e mia, që pastaj do vazhdojmë me qetësim. Njërë si fillim, unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, të hënë dhe të premte. Të hënave i bëjmë pyetje përgjigje, siç po bëj sot, ose me ciklin e hënës. Ndërkohë që ditëve të premte bëj parashikimin javor. Cikli i hënës dhe parashikimi javor si fillim flas në lidhje me ndikimet të përgjithshme, pastaj kaloj tek të gjitha shenjat. Përveç këtyre kam edhe parashikimet ditore, i kam ralluar goxha në mënyrë të dukshme, sepse kam filluar të flas edhe gjatë parashikimit javor, flas edhe për ditët të cilat janë më të rëndësishme ose si mund t'i kalojmë ato. Ndërkohë që kam edhe parashikimit e mia në televizione, janë 2 në javë ato, është ditën e hënë dhe të premte përsëri. Dita e hënë është tek A2 CNN, te programi Dita Jon, është në orën 9 të mëngjesit. Qoftë nuk ka ndonjë gjë ekstreme, domethënë. Ndërkohë që ditëve të premte jam në orën 10 tek Top Channel në programin Në shtëpinë tonë. Këto janë parashikimit e mia në televizione dhe këto që sapo përmendja, të gjitha shërbimet e mia që janë për ju, janë për publikun. Nëse ka informacione që nuk mundeni t'i gjeni këtu, pra te postimet e mia, ose tek videot që kam bërë në YouTube, ose tek parashikimit në televizione, do të thotë që janë informacione personale të cilat kërkojnë një punë ekstra, si rrjedhoj janë pjesë e konsultave. Konsultat përmbajnë analizën e hartës, mund të bëjmë analizën e lidhjes tuaj, për të gjithë ata që nuk e din orën e saktë të lindjes, mund ta mësoni, pra mund të bëjmë rektifikacion dhe në vartësi të kësaj ore të lindjes mund të gjejmë edhe ascendentin. Për te kësaj mund të bëjmë edhe parashikimin për të ardhmen. Po flas pak për kalimin e ose më të themi për uranin kemi folur, prandaj dhe ati kam folur më gjatë e gjërë për shenjat fikse. Gjithsesi, do të flas tani për kalimin e të Saturnit tek shenja e Dashit, pak më pak se ç'folë për uranin. Duke qenë se për Saturnin dua të flas pak më gjerë, do të bëj një video më themi pak më të gjerë, sepse është edhe drejtuesi i diellit ton, pra të Shqipërisë. Detyrimisht është një nga karakteret më të rëndësishme. Është një nga arketipet më të rëndësishme, më të themi, në astrologji për Shqipërinë. Si rrjedhoja të duhet flas pak më gjerë dhe pa ndërprerjen tuaj, nëse më nuk më keq kuptoni. Që edhe po më keq kupton, ç'të bëjmë tash? Kjo është e vërtetë. Po flas pak me vete tani, mos ma vini re. Okej, po kalojmë një herë tek Saturni. Saturni është i vendosur në këtë moment tek shenja Peshqve. Problematike do ta kemi, duke filluar nga dita e mërkurët tutje, deri në datën 14 nëntor të themi. Pse kemi problematike? Sepse Saturn do të kalojë tek gradë e fundit të shenjës së Peshqve. Gradë e fundit të shenjës së Peshqve ka këtë veçori që shkakton dëme të rëndësishme, si në natyrë, po ashtu dhe tek ne si individ. Në të vërtetë është një fiks, më vërtet që quhet shajt. Kush di një gjermanisht, besoj se e kupton, domethënë fiksa të kuptim ka. Është një yll fiks i cili shkakton edhe vdekje madje, domethënë epidemi. Kjo është dhe një nga arsyet që në këto momente kemi pasur shumë viroza në përkëmbë, duke qenë se Neptuni ishte sapo mbaroi atë proces, domethënë që ishte tek grada e fundit të shenjës së Peshqve. Dhe tani do të kalojë edhe Saturni. Tani problematike për ne si shqiptar është se Saturni është drejtuesi jon dhe si rrjedhoi do të preket shumë toka në Shqipëri. Ajo çfarë kam thënë shumë shpesh kohët e fundit, edhe pse kemi shira, nuk është ky problemi është shkarja e tokës, sepse nuk kemi një infrastrukturë të përshtatshme që të mund të na mbërpran nga këto rrëshqitje toke. Pak më tepër që gjithë pyeti prem, është faji jon, detyrimisht edhe natyra, po na ndëshkon për këtë që kemi bërë. Këto të vazhdojmë që ta ndijmë deri në datën 14 shkurt. Pritet që të kemi rreshjet shumëta edhe më vonë, të paktën me çfarë fola me Tanjën, domethënë. Por kjo nuk është, domethënë, domosdoshmërisht tashmë aq e fuqishme sa s'ka qenë, por deri në datën 14 shkurt të paktën vazhdojmë që të ndijmë të njëjtat probleme. I njëjti yll fiks shkakton edhe fortuna në det, si rrjedhoj mund të kemi edhe probleme tek anijet.
Këtë javë, sidomos mund të kemi edhe probleme të dukshme me sistemin e komunikimeve, pra mund të kemi edhe me telefonat, internetin e tjerë, mund të kemi probleme. Pra, kjo është një javë në të cilën do të jemi pak më të vëmendshëm dhe por përsëris deri në datën 14 shkurt do të vazhdojmë të njëjtat probleme që ka natyra. Ne si prekemi. Atëherë, kur Saturni është planeti i cili është planeti karmave, por në të njëjtën kohë edhe i kufimve. Kjo mund të jetë kufi i shëndetshëm, mund të jetë kufi i pashëndetshëm, detyrimisht në vartësi të situatës. Por, kur nuk kemi një farë kufiri, kur nuk e dim se ku duhet të qëndrojmë, kjo na prek të gjithëve negativisht. Dhe deri në këtë moment e vërtet që kemi qenë në periudhën që nuk dinim se ku të qëndronim. Çdo planet na prek të gjithëve. Në cilën shohim më pak, cilën shohim më shumë, cilin individ më pak, cilin individ më shumë, por të gjithëve na prek. E si rrjedhoj që çdo periudhë kemi qenë pak të pasigurt, nuk dim se si të veprojmë, ose kemi vepruar, pas çdo hapi që kemi hedhur mund na kenë dalë 100.000 pengesa. Për të gjithë personat që janë të vetëdijshëm, që e dinë rrugën që duhet të ecin, pra të paktën rrugën e tyre individuale mund të ketë qenë më thjesht, por përgjithsesi për gjithë shoqërinë, për gjithë njerëzimin ka qenë e vështirë. Ndërkohë që me kalimin tashmë të Saturnit tek shenja e Dashit, kjo do ndryshojë. Sepse sado që Dashi është shumë impulsiv, është një energji e zjarrt dhe toka digjet, pra Saturni, duke qenë se reprezenton dhe tokën në këtë rast digjet, nuk do të thosë se është diçka negative. Pse? Sepse Saturni dhe Marsi, që është drejtuesi i shenjës së Dashit, nuk kurse kanë marrëdhënie negative me njëra tjetrën. Marsi mund të jetë impulsiv, por në të njëjtën kohë edhe nipi i Saturnit dhe gjithmonë nip me gjysh, domethënë merren vesh me njëri tjetrin, gjejnë një gjuhë të përbashkët. Ndërkohë që gjatë kësaj periudhe ka qenë në shtëpinë të birit të tij, Saturni se rrjedhoi edhe energjetika që në shpërndar dhe nuk dinte se ta përdorte. Ana pozitive pra e të gjithëve ne është se do të arrijmë që të perceptojmë se ku e kemi kufirin. Sa duhet të ecim, sa duhet të qëndrojmë e të tjerë. Dhe si rrjedhoi, do të mundim që të jemi individ më të përgjegjshëm për veten tonë. Dhe për ambientin që na rrethon. Dhe shenjat që preken më tepër nga kjo është shenja e Dashit, detyrimisht. Kemi shenjën e Birciapit, e cila vjen e dyta në ndikim, kemi shenjën e Gafores dhe atë të Peshores. Pra 4 shenjë që ishin përpara janë dhe tani, sepse janë shenjat kardinale, janë të katërta të prekura. Përtej kësaj, do të kemi edhe shenjën e Peshëve, sepse shenja e Peshëve tashmë do të mbarojë atë periudhën e stërmundimit të burgimit, më mirë të themi, që i krijonte Saturni. Kjo do më thënë që për shenjën e Peshëve, po filloj këtu, do ta kemi shumë të thjeshtë tashmë që të veprojmë. Ajo ndjesia e plogështisë, e pasigurisë, e pengesës kur diçka na pengonte, pra do të kaloj. Dhe mbi të gjitha do të kemi më tepër fat. Duke filluar nga data 14 shkurt, arsyeja që do të kemi më tepër fat është se kemi një veriore të vërtetë këtu, pra sistemi ne na mbështet. Dhe pak më tepër që e njëjta nyje veriore ka dhe një kënd pozitiv me Jupiterin, që është planeti i fatit, çfarë do më shumë. Dhe me mbarimin e këtij procesi pra të vështirë dhe me mësimet që morëm, tashmë kemi edhe më tepër aftësinë që të përdorim fatin që na ka trogitur në derë. Si rrjedhoi pas datës 14 shkurt, vërtet që shenja e Peshëve do të ketë një shpërthim, sepse deri në këtë moment e ka qenë shumë i shtypur, duke qenë se ajo peshë që ka sipër do të ngrihet, detyrimisht pas kësaj do të kemi shpërthim pra. Dhe fati na ndihmon për përsëris. Do të kemi edhe mbarimin e këtij pandemive shumë të lodhshme që janë në këtë moment, ky gripi që është tani të paktën thuhet që është i përzierë me Covidin dhe besoj unë të paktën më bën 10 ditë që jam person që kujdesem tej mase për veten time dhe gjithsesi mezi po më kalon ende kam si hije që më ndjen nga mbrapa. Pas kësaj, pas shenjës së Peshëve pra, do të kemi edhe ndikime pozitive tek shenja e Dashit. Ndonse kur Saturni kalon në një shenjë, është në teori, detyrimisht domethënë, krijon një farë ngushtimi, na pengon pra që të veprojmë. Sepse është periudha që ne sfidojmë, duke qenë se përmenda Saturni është planeti i karmave, pra testohemi çëse periudha. Por Neptuni na jep një zjarr, super energji që nuk dim se ku të qëndrojmë, edhe kufin të bëjnë disi të padukshëm, ndërkohë që Neptuni është tek një shenjë. Prandaj dhe vendosja e Saturnit këtu, këtë herë është shumë pozitive, sepse
aty ku neve Neptuni na të shmend, pra na thot që ik me vrap se nuk ka gjë se të mbaju nga mbrapa, Saturni thot priti çik. A je i sigurt që do ta bësh këtë? Është pak a shumë se që e kishim domethënë mos i kortrim domethënë se s'ka gjë të dera. Atë në gjë do ta bëj Saturni, pra mjafton që ta dëgjoj. Është një ndikim shumë pozitiv për këtë arsye, për shenjën e dashit, pak më tepër që e bën më të pjekur. Dhe plusi më i madh është që gjithë trysnia që kanë ndier deri në këtë moment të shenja e dashit tek bota e tyre brendshme, të subkonsciencës së tyre, pasigurit që kanë ndier sepse nuk ishte besim tek ambienti që i rrethonte, pas kësaj, do të thonë që do të kalojnë të gjitha këto. E ka shumë më të thjeshtë, sepse kur Saturni të kalojë tek shenja e tyre, do të kuptoj, kjo pas ka qenë problem, hajde se po e zgjidhim në këtë mënyrë. Përpërsëris, këtë vit për shenjën e dashit, vendosja e Saturnit këtu është diçka pozitive. Vitin që vjen nuk mund ta them ashtu. Po 2026 ta kshu është. Prandaj dhe duke filluar nga data 14 shkurt, pra pak a shumë me fillimin e vitit të ri kines, shenja e dashit vërtet që do të fillojë të lulëzoj. Kemi pas kësaj dhe shenjën e Bricjapit, duke qenë se thash kjo shenjë që ndikohet më tepër pas këtyre. Shenja e Bricjapit ndikohet një në radhë të parë sepse drejtuesi i tyre që është Saturni pa kalon në një kënd negativ me ta vet. Dhe mbi të gjitha do të kaloj edhe tek një shenjë e re, dash drejtuesi i tyre. Si do kemi fillimin e një cikli komplet të ri. Është shumë e rëndësishme dhe pozitive për një arsye. Gjatë periudhës që Saturni ishte tek shenja e Peshqve, shpjegova gjatë gjë kur isha tek Peshqit, nuk ndjeshe mirë, shpërndaheshe, ishim të plogësh për këtë arsye, si rrjedhoj gjatë kësaj periudhe, kur Saturni të jetë tek shenja e Dashit, do të kemi më tepër energji. Mund të jemi pak të zjarrt, mund të marrim pak kot në vende, por kjo nuk do të thonë që nuk mund të përdoret, përkundrazi, por përsëri disa herë kemi aftësinë që ta përdorim. Mënyra se si do ta mësojmë këtë, e thash kur folja edhe për Neptunin, këto 4 muaj në vazhdim do ta studojmë mirë situatën dhe të implementojmë në jetën tonë të gjitha informacionet e re që marrim, gjitha mësimet që marrim, në mënyrë që ta kemi të thjeshtë periudhën në vazhdim. Por për fat të mirë, më duhet ta analizoj edhe këtë, edhe pas 18 gushtit pra, për shenjën e Bricjapit, do të vazhdojmë që të kemi disa ndikime pozitive, sepse i njëjti Saturn, që është drejtuesi i tyre, do të fillojë që të bëjë një kënd pozitiv me Jupiterin në këtë rast. Dhe kur këta dy planete kanë kënde pozitive, domethënë babi birë nuk zihen me njëri tjetrin, si edhe shenja e Bricjapit është i qetë që të gjejë rrugën e tij. Do të ndikohet shumë jeta e tij e përditshme, për shenjën e Bricjapit. Do të jenë shumë më tepër efikas në punë dhe si rrjedhoj ato rrënjët që hodhën, ngrohtësinë që morën nga familja deri në kusht, tashmë do të mund ta përdorin atë si frym pra për të ndërtuar jetën që ata dëshirojnë. Kjo do të thotë edhe begatinë që dëshirojnë e të tjerë, pra është ndikim pozitiv në këtë rast. Edhe pse ka kënd negativ, këtë kënd negativ ne si individ vet mjafton që të dëshirojmë, mund ta shikojmë në një hap më mbrapa si një mundësi. Çfarë po më thot këtu universi mua dhe si mund ta përdor këtë mundësi që po më jepet. Asnjë gjë nuk është negative, është thjesht perceptimi jon, nëse perceptojmë negative apo negative. Dhe shenja e Peshores përsëri nga ndikimi i Saturnit. Për shenjën e Peshores, ndryshe nga çfarë ishte tek Neptuni, ndikimi nga Neptuni, domethënë, kalimi i Saturnit tek shenja e Dashit nuk mund të them që është shumë pozitiv, sepse do të preken drejt drejtë marrëdhëniet personale, martesat, do të jenë të sfiduara. Pak a shumë gjatë kësaj periudhe do të testohet nëse është apo s'është lidhja e saktë për ta. Është apo s'është lidhja e saktë për ju. Ajo që është e shëndetshme për ju, ajo që duhet të qëndroni brenda. A jeni apo s'jeni ju, keni mbajtur apo s'keni mbajtur përgjegjësi ju për këtë lidhje dhe anasjellës për partneri juaj sa i përgjegjshëm është kundrejt jush dhe lidhjes tuaj. Si rrjedhoj këto 2 vite e gjysmë në vazhdim, kur Saturni të jetë tek shenja e Dashit, për shenjën e Peshorës do të jenë periudha që do të pyesi gjithçka, do ta analizoj mirë lidhjet e saj. A kemi avantazhe? Kemi avantazhe sepse në fal kësaj do të mund të krijojë një lidhje më të shëndetshme, në cila është për vërtet një lidhje që shërben të dy palëve. Domethënë gjitha vogëlsirat që jemi marrë deri në këtë moment do ta kuptojmë se sa vogëlsira pas kam qenë dhe do të fillojmë që të ndërtojmë në bazë të saj, pra jetën tonë së bashku. Kemi një ndikim shumë pozitiv për këtë arsye, sepse mund të kemi edhe fillimin e martesave. Saturni nuk është thjesht
në nguc pra, është planeti karmave, po karma jo mund të jetë dhe pozitive, për këtë arsye mund të kemi dhe fillimin e martesa, madje kalimin në një fazë shumë herë më të pjekur në lidhjen tonë. Shenja e... Kush në ka ngelur? Kaq, nuk kemi tjetër, se i thash. Gaforja. Nuk thash për gaforën. Për shenjën e gafores, po. Shenjën e gafores nga kalimi i Saturnit tek shenja e Dashit ndikohet karriera përsëri, stabiliteti ekonomik dhe faktikisht fillojmë që të analizojmë edhe një pozicionin që ne kemi në botë, në shoqëri, në profesionin tonë. A është apo s'është kjo vendi i duhur, dhe në disa raste edhe personat, pra punëdhënësit tanë mund të analizojmë këtë si gjë, pra mund ta shikojmë edhe një herë me sy kritik, si ne po ashtu dhe ata, nëse jemi apo s'jemi ne të përshtatshëm për këtë punë. Po e them në këtë mënyrë, ata që kanë lindur, pra që kanë diellin tek shenja e gafores, nuk do të ndikohen kaq shumë, të jetë shumë shkarazi, thjesht do të fillojnë të reflektojnë edhe një herë vendosin e tyre, do ta kenë shumë më të thjeshtë. Pra, ndërkohë që për ata që kanë ascendentin tek shenja e gafores, do të kenë vërtet probleme tek vendi i tyre punës, në mos marrëpor të tyre, sepse do të duhet që të provojnë veten e tyre, të japin mësim ato provimet e fundit, pra, sepse karma këtë jep. Por, siç e thash edhe tek shenja e peshorës, duke qenë se karma mund të jetë edhe pozitive, nëse kemi të merituar, detyrimisht do të rritemi shumë në karrierë, sepse Saturni, kur është i vendosur tek shtëpia jonë e karrierës, mund të na testoj, por në bazë të saj dhe shpërblimi që na jep është shumë herë më i madh se të gjitha planetet e tjera. Pra, mjafton që të jemi të qetë, të vetëdijshëm dhe kemi mundësi që të zgjidhim gjithçka. Ne mjafton që të bëjmë punën që na duhet, pra. Kjo është vetëm gjë. Dhe kalimi i Mërkurit tek shenja e Peshëve. Pra natën e mirë dhe shihemi përsëri.